Shikues të nderuar, edhe më tej po qëndroni me programin e Paraditës këtu në Radio Televizionin Presheva, ndërsa tani është koha e mysafirit në studio. Ju tani më dini që për një javë rresht Presheva ka festivalin Ditët e Komedisë Shqiptare Presheva 2014. Dhe në këtë festival marrin pjesë të gjitha teatrot shqiptare nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia, por sigurisht të ftuar ka dhe mysafir nga këto troje. Ne sot të ftuar kemi profesor doktor Nebi Islamin, është vendasyni, i cili merr pjesë për vite me radhë në këtë festival si kritik, pra merr pjesë në kryezën e debatit. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Si po kaloni këtë ditë në festival? Po, unë në Preshevë jam në shtëpinë time, aq më tepër, aq më bukur kur ju shoh juve, fëmijët e tonë që jeni kështu të bukur, të vishëm, të vlefshëm shumë, dhe është kënaqësi të jesh në Preshevë, pra sidomos kur I ke njerëz të tu, miqtë e tonë, kur ju shohim se jeni mirë, kur është një disponim, një humor I kanë shumë të njerëzit, janë optimist, është kënaqësi e vërtet. Deri më tani në festival janë prezantuar 3 shfaqje, sonte është shfaqja e 4 të Dona. Si e vlerësoni ju këtë shfaqje? Unë kam pas rast edhe të deklarohem edhe para opinionit lidhur me 2 shfaqjet e para përmes tryezës që është bërë në tryezës së vështrimeve kritike gjatë debatit, po unë mendoj se pritshmëria e rezultateve është në nivel të duhur, se kanë ardhur shfaqje që meritojnë vërtet të shfaqen para publikut tonë. I kanë bërë mbres, kanë lënë te shikuesit, janë pritur bukur, aktorët, regjisorët, kanë arritur plotësisht të artikulojnë ato intenca, ato qëllime, ato synime, ato vizione që I kanë shtru para vetës dhe para opinionit në përgjithësi, dhe aq më mirë kur për shembull Presheva gjatë festivalit Ditët e Komedisë bëhet qendër e kulturës kombëtare, me që siç e theksuat ju, këtu po marrin pjesë trupat, ansamblet nga të gjitha viset e shqiptarisë, themi, të kombit shqiptar, duke përfshirë domethënë Maqedoninë, Kosovën, Shqipërinë. Këtë vjet ka qenë edhe një surprizë se ishte edhe Presheva me një shfaqje të bukur që është arritur të realizohet me sukses. Si e vlerësoni, pra jemi tek shfaqja e Preshevës, që edhe hapi festivalin? Unë edhe atë ditë kam thonë shfaqja e Preshevës ka arritur një nivel të konsiderueshëm, aq më tepër kur në lojën e shfaqjes që është emigrantët e Mrozhekut, janë 2 aktorë të talentuar, është Musa Jusufi dhe një Ismail Kasumi, të dytë janë vendas tonë, njëri është nga Llajani, tjetri është nga Miratosa më prej ardhur, po Musa më tani është një aktor që ka arritur nivelin në një nivel të lartë të sofistikuar të aktrimit, që ka pushtuar gati hapësirën kombëtare. Nuk është I njohur vetëm në teatrin e Kumanovës, po është edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, se me të arriturat e tij. Po befasuese është regjia e bukur dhe inventive e Afeida Boriçit që ka bërë atë shfaqje, ka bërë gjetje të cilat, se ne kemi pa shumë herë atë verzionet ndryshme të shfaqjes emigrantët, ka bërë gjetje jashtëzakonisht autentike, origjinale, që është për çudi që shpesh herë në për shfaqjet e tjera, të regjisorëve tjerë nuk I kemi parë. Domethënë ka arritur që t'i artikuloj me lëvizje, me gjes, duke futur elementet autentike shqiptare të një emigracioni, se ky është fenomen, emigracioni është fenomen botror, e sidomos me globalizime, gjithë një njerëz shkojnë, gjithë një androjnë të kthehen, gjithë një bëjnë plane
dhe në fund u shkon jeta e shohë në fund se është një dështim se je jashtë vetë vetës, jashtë ambientit tonë dhe është domethënë një shfaqje që flet për fatalitetin, për zhgënjimin. Dhe Afeida me regjinë e saj ka arritur plotësisht ta realizoj atë që e ka menduar, ato ide, atë shumë kuptimsi të një jete të mundimshme, të përvuajtur dhe të dhimbshme, pikëlluese. Ajo është shprehur përmes një loje që shpeshherë sjell elemente komike, por në fakt është një komedi e zezë, një tragjedi është Emrozheku, ajo shfaqje e madhe që është luajtur në gjitha hapësirat evropiane, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithka, dhe unë mendoj se në qoftë se vazhdon të merret me regji, ajo plotësisht mund të realizohet. Dhe jemi tek shfaqja e Teatrit Tetovës. Vitin e kaluar ka qenë me përpushtet Jap 1. Po. Kurse Kjo është përpushtet Jap 2. Po. Domethënë ishte një modifikim, mënyra e lojës ishte e njëjtë. Domethënë modeli, formacioni, përcjellja e ideve, përcjellja e mesazheve, tangonte në në demistifikimin e anakronizmave e elementit antihistorik brenda strukturave politike të një ambienti. Dhe shfaqja ishte jashtëzakonisht atraktive për publikun, me që ata aktorë janë profesionist dhe janë aktorë të mirë. Po unë edhe atje në Tryezë kam theksu se dramaturgu Burhan Hamiti, që ka bërë atë, i është shmangur estetizimit. Ajo doktrina dramaturgjike kërkon një universalizim. Nuk kërkon në qoftë se ne e trajtojmë për shembull po e marr. E trajtojmë ambientin dhe jetën e ambientin tonë të Preshevës. Duhet të jetë sipas doktrinave dramaturgjike skenike ashtu e universalizuar. Që kur vlen për Preshevën, vlej edhe për Gjermaninë, se njerëzit janë njerëz, pa marrë parasysh kombësinë. E ai është kufizuar aty, më duket se ka qenë një anshmëri, sepse kishte shumë transparencë, kishte një vrazhdësi, kur drejt për drejt, një fragmentarizim dokumentar, kur duke i stigmatizuar dhe kritikuar ashpër lëvizjet e politikanëve tonë, drejt për drejt, na e shohim udhëhesin me emër e me mbiemër që e kemi aty njërin ose tjetrin, dhe ajo të jep një pasqyrë të një kritike të vrashtë. Thonë, shfaqja është e bukur shumë, atraktive për publikun, se tërheq, domethënë, kurse dramaturgjikisht nuk është në një nivel që ka qenë ajo e vitit kaluar. Përpara, është shfaqën Presheva, po. Ajo ishte shumë ma universale, kjo ishte drejt për drejt e lokalizuar në një vend që, domethënë, unë ju thash edhe aty në Tryezë, nuk shkon edhe vetë regjisori e po, tha, në talmën, ndoshta do të bëjmë përpjekje që pak a shumë t'i shmangim ato. Megjithse ai me qëllim e ka bërë atë, me vetdije, e ka funksionalizuar me vetdije, po kështu ka qenë. Dhe mbrëm ishte shfaqja e Teatrit Kumanovës, mbledhje në parlament. Po, mbledhje në parlament ishte, është një komedi e situatave, pjesërisht edhe e karaktereve, e cila ka qenë briljante në kuptim të lojës aktoreske. Po edhe të regjisë. Atje në Tryezë u tha se regjia nuk duket, po është mas miri kur nuk duket. Në fakt duket edhe regjia, sepse mizanskenimi, do thot pozicionimi e aktorëve në skenë, relacionet që i kryojnë ndërmjet tyre, një saktësi, një përpikni e hatashme e kapjes së momenteve, relacionet që i kryojnë ata, konfliktet dhe mesazhet që dalin nga vetë aktrimi, nga loja, që është e lloj-llojshme tipike për secilin aktor, është jashtëzakonisht e realizuar bukur. Ndërsa që ishte vretja jonë,
nuk korespondon për shembull nuk korespondon me problematikat që janë aktuale. Nuk janë problematika të ambienteve aktuale në një hapësirë të madhe evropiane të asaj. Është një karakteristikë tipike e aristokracisë, e borgjezisë edhe e parlamentit anglez. Është pejorativizu, do më thënë është sulmu, është kritiku, janë në mënyrë shumë të ashpër, përmes elementeve komike, por duke sjellur prapavin e parlamentit që bëhet përmes një ministri i cili do thotë bën shkarje, do të thonë në pikpamje morale, degenerimin moral, paraqet ato flirtet që janë karakteristike për ata që janë pak a shumë buta, që dramaturgjikisht do më thonë nuk është shumë atraktive për këto ambientet e na. Ndërsa sa i përket lojës ishte shumë e bukur. Loja ka qenë e bukur, është dallu sidomos një aktor atje në qofse ti e ke pa, një Qazimedin Nureddini, që lunte rolin e të aksidentuarit, që nuk e dinim ne sa është i vdekur, edhe ajo mizanskena, lëvizja, koreografia e ti, pa një fjalë, do më thonë, këtë kohën kishte shumë pak tekst për ta ligjëruar në pikpamje aktoreske, i tër karakteri ti ndërtuar përmes lëvizjeve, gjesteve, ajo lëvizje që shndroheshin shpesh edhe në një lojë të imponuar nga aktorët tjerë, ishte do më thonë pika kulminante e asaj, po edhe ai aktori Musa Jusufi, që kishte një personazh do më thonë që është i dhunshëm, është një personazh i dhunshëm i fryra, po, artificialisht i dhunshëm, që ka tmeta tjera, do më thonë, strukturës mentale që dalin nga ai, që manifestohen përmes lojës ti, edhe ai kishte lojë shumë stresore. Dy aktorë që më kanë bërë, do më thonë, mbresa, më kanë lënë përshtypje më të madhe, por në fakt, harmonizimi, dinamika dhe lidhshmëria në mes lojës aktoreske, ashtu me përpikët, ishte rezultati regjisë ti Sulejman Rushit, që është një regjisor i sofistikuar, që tashmë është i njohur në hapësirën kombëtare, në Shqipëri ka bërë regjia, në Kosovë shumë herë, në Maqedoni, është një intelektual ai i shquar, ka qenë ministri i arsimit një kohë. Dhe në përgjithësi këto janë mbresat për këto shfaqje. Tash e shohim tashmë se çka ta mund t'ju them nëse asi Gjilani e ka sonte një shfaqje jashtëzakonisht atraktive, që lidhet me ambientin ton, me lëvizjet politike, me sonte është Dodona. Dodona është, po është autori nga Gjilani, është autori i dramës nga Gjilani. Është fjala për trangujt, që ata nuk dinë mi thonë trangujt, po i thonë trangulla, këta njerëzit që janë thirrë si çlirimtar, që kanë ardhur me shliru kombin e na dalin këtë si karikatura, po është e bukur mos ta flasim para se të lutem. Mendon që publiku është interesuar të qëndrojë edhe në tryezë debatit apo jo? Po, tryeza është pak a shumë, do më thonë, dedikuar kryesisht për atë pjesën, ta themi ma profesioniste, po? Ata njerëz që përveç kënaqësisë që u sjell një shfaqje, duan ta demistifikojnë ose ta deshifrojnë mandej përmes atyre vështrimeve kritike. Po sa kam pa unë, ka mjaft interesuar, po ka edhe preshevar që kyqen në problematikën e debatimit këtyre çështjeve. Po ajo esenciale është që ata që qëndrojnë aty do thotë fitojnë disa njohuri nga kultura skenike, nga aktrimi. Dhe ajo në mënyrë direkte ose të tërthort, në mënyrë të drejtë për drejtë, ose të tërthort bartët, përmes atyre njerëzve bartët të opinionit të publiku i gjerë, se qëllimi i teatrit është ky. Domethënë teatri është medium që bën diketh shumë, supozojmë për shembull se shikojnë shfaqjen 100 vet. Në këtë, megjithëse këtu mund ta shikojnë 500. Po 100 vet në qoftë një shfaqje lën gjurma në memorien e shikuesve.
ata për disa kohë, për shembull, po supozojmë 2-3 muaj, mund ta bartin në ambientet e tyre në 10.000 vetë. E prandaj teatri është shtëpia mediale që bën bombardim në vetdi dhe ndërgjegjen e njerëzve. Nuk ka teatr në Zimbabwe, për shembull, nuk ka teatr në Çad ose tamam Nigeri, ose teatri është karakteristik e popujve të qytetëruar me nivel lart kulturës. Dhe unë këtu në Preshevë shoh se pikrisht, domethënë, rinia jone me gjithë këto vujtje që i ka, me gjithë preokupimet tjera, e akcepton, e kap. Dhe ajo është për ta lavdëruar. Ajo është, domethënë, një cilësi e njerëzve tanë, njerëzve më të mirë që i ka hapësira shqiptare. Unë besoj se Lugina e Preshevës është alfa dhe omega e ndërgjegjës kombëtare. Këtu sa për opinion, ta themi ne. Për shembull, Lugina e Preshevës i ka mbi 100 e sa doktorat shkencës që veprojnë vetëm në Prishtinë. Ka mbi 300 magjistra. Nuk ka pashtu me dhetra në Universitetin e Tetovës, në Universitetin e Shkupit, me prejade prej këtyne. Nuk ka asnjë hapësirë, as në Jugosllavi, bile që një hapësirë e vogël kaq shumë ketë kaq intelektual në, domethënë, në nivel kombëtar. Presheva ka dhënë atje 4 kryetar të Akademisë Shkencave. Ka pas dekan të fakulteteve, 7-8-10. Kanë qenë njerëz, domethënë, që japin kontribut në shkencën eksakte, në politikë, në artë, në gjithka. Dhe kjo është ajo që ne na bën krenar të gjithëve. Po, dhe këtë vit është 20 vjetori i themelimit të festivalit. Po, edhe kjo flet për një të arritur, flet për një kontinuitet, flet për një vitalitet të njerëzve tanë, të juve këtu që jeni entuziast, profesionist, të përgjeshëm, të ndërgjeshëm, që gjithë një plasoni lajme dhe plasoni, ta themi, vlera kulturore të cilat i ka lakmi i tërë kohë. Me këto e dëshmoj edhe vizita e kryeministit këtu, dhe ishte edhe që i përcolla unë sonte mbresat që i paraqitin në Shqipëri, ishte jashtëzakonisht falenderues për popullin e Preshevës, që ndjente dashuri, dhimbje dhe lidhje shpirtërore, sepse fundit na jemi njerëz të një kulture, të një gjuhë, të një gjaku, të një ndërgjegje të përgjithshme. Pa marrë parasysh rrethanat historike që na kanë sjellë në pozicione të cilat ne duhet, ne vjetit mos si bëjmë për ju, do t'i eliminoni, t'i mënjanoni. Faleminderit. Profesor, koha nuk na mjafton që të vazhdojmë bisedën tonë. Unë falenderoj që ishe mysafirëni. Unë ju falenderoj juve shumë, ju falenderoj për këto pyetje nxitëse, domethënë provokuese për temën. Ti përshëndes të gjithë preshevarët, prej fëmijëve deri te më të moshuarit, që them se i du shumë të gjithë dhe t'ju dëshiroj shumë suksese në të gjitha sferat e jetës. Ne që jemi në Prishtinë, gjithë një mendët i kemi të ju, gjithmonë jetoj me ju, bile unë në këtë mosh halaj shafondrat në orë që në këtë gjithë një jemi të lidhur me shpirt për ju dhe ju falenderoj shumë. E ju përshëndes të gjithë dhe të gjithë shikuesit tuaj, edhe stafin tuaj. Këtu është edhe fundi i programit tonë. Unë falenderoj që ndatë kohë dhe qëndruat me ne gjatë këtyre minutave. Shihemi sërish nesër në të njëjtën kohë. Mirëmbëngjes.